أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله Falenderimet, lavderimet, lartësimet I takon vetëm Allahut fuqiplot, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të zemrave dhe shpirtërave tonë. Atë Allahun fuqiplotë falenderojmë për begatit dhe mirësitë e shumta, për begatit dhe mirësitë siç janë shëndeti, familje, pasuria, dhe njëra nga begatitë të cilat janë të rralla, ajo është begatia të cilën Allahu na dha një mundësi, një shans, ajo është Ramazani, muaji I bekuar. Për atë arsye ne lutim Allahun dhe falenderojmë përzemërsisht, I cili në mundësoj që ne ta kalojmë një Ramazan të begat dhe plot mirësi. Në dha Allahu mundësi për ndryshim në jetët tonë, në zemrat tona, në veprimet tona, në familjet tona, shtëpitë tona, sepse Ramazani vetëm vjen për të mirën tonë, për ndryshimin tonë, ndryshimin e gjendjes sonë. Lutim Allahun fuqiplot, që Allahu të na bëjë nga njerëzit të ndershëm dhe së pari të sinqert. Lutim atë Allahun fuqiplot, që ky Ramazan të shihet në ne, në zemrat tona, në veprat tona, në familje dhe shtëpitë tona, mbas përfundimit të tij, sepse duke ditur se Ramazani fillon kur ai të mbarojë. Fillon të lulëzojë në zemrat tona mbas mbarimit të tij dhe ikjes së tij. Dhe me këtë rast dua që t'ju përgëzoj dhe t'ju dëshiroj çdo të mirë, çdo të bukur në këtë festë, në këtë bajram, fitër bajram apo bajrami I Ramazanit. Lutem Allahun fuqiplot që këtë festë, këtë bajram ta pritni me familjet tuaja plot shëndet dhe gëzim dhe harmoni. Lutem atë Allahun suprem fuqiplot, krijuesin e gjithësisë, sunduesin e të gjitha botrave, sunduesin e zemrave dhe shpirtërave tonë, që të na begatojë me mirësitë e tij në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahu ju dhasht të mirat në këtë botë dhe në botën tjetër, kudo që të ndodheni. Assalamu alaikum.